Në kuadër të masave për garantimin e lirimit të hapësirave publike përgjatë vijës bregdetare, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavaj kanë vijuar me intensitet plan operacionin Plazhi i Lirë. Ky plan ka për qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e veprimeve të palishme të zënjes së hapësirave publike nga subjektet private ose pushues, të cilët vendosin çadra, shezlong apo objekte të tjera pa leje, duke penguar qarkullimin dhe përdorimin e lirë të plazhit për të gjithë qytetarët. Gjatë kontrollit të zhvilluar së fundmi në 2 pika kryesore të bregdetit Golemit, policia ka konstatuar dhe sekuestruar gjithsej 1900 komplete me çadra dhe shezlong të vendosur në mënyrë të palishme. Në mesin e personave të përfshirë është një shtetas me iniciale LS, banues në Tiranë, i cili pretendon se dispononte leje për shfrytëzimin e hapësirave, por hetimet e policisë zbuluan të kundërtën. Për këtë arsye, materialet janë referuar në prokurim pranë gjykatës së rrethit Kavaj dhe ndaj saj është nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Uniformat blu theksojnë se kontrolli do të vijojë gjatë gjithë sezonit turistik veror në të gjithë zonat bregdetare në jurisdiksionin e tyre. Objektivi është që hapësirat publike të sigurohet lirshmërinë të pushuesve dhe turistëve, duke garantuar rendin dhe qetësinë, si dhe respektimin e ligjeve nga subjektet që kryejnë aktivitetet në zona turistike. Policia gjithashtu do të monitorojë respektimin e normave të sigurisë dhe do të ndërhyjë në ndalimin e çdo veprimtarie që mund të ndikojë negativisht në cilësinë e sezonit turistik.